Në rasëm të 600 minus 130 di ta bëj, po më the me euro ta bëj direkt të llogarinë. Sa morë me morin? A, se di fare, zemër, e morat barë. E morat barë, zemër, se ma i men fare. Cazzo vuol dire? Quello è il colore. Non lo so, ho detto papà, voglio 270 Pro Max e ne ka shmari matë. Po i lagu krevat dhe vetë ka? Ah. Nuk sa. Bip, bip, bip. A u lave zhaka? Trulloj që klavatriqen. Pastaj mirë uje. Oh! Mirë, shumë i mirë. E fresk. Sorry. Sorry. Shpëtimi im. Faleminderit Aga, te kam pasha. Por, mas pune të shion edhe më shumë. Po mbas fakirit. Bip, bip, bip. Faccia i burere vide, volaccio la storia, sto bella città, Napoli, torna con Napoli. Vetëm 2 këngë di italisht. Di atë a un passo da te. Ja, po s'di ta këndojnë atë, di t'ja them fjalët italisht. E kujt është? Është Michelangelos. E kujt më? Michelangelo. Michelangelo è quello aereo. Aerie. Më falë. Iri, së shumë iri ai. Ah, ka ke njëri ku ka dalë, harrova. Ka shumë vita ja këngë. Raffaello edhe ai No, tjetër. no, Michelangelo, a di kush është? No, seriozisht. Edhe ajo, kënga tjetër është ajo kënga Ornelës. Vanoni. Po. Me ke? Jo, me po. Mahmudin. Mahmudin. Po, të dy e kam favorite, i gjoj gjithë. Aja e bukur shumë. A, da, shumë. E sale, sale, vëra, na, 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 na. Nesër do bëm Ka pas zëri shumë bukur ajo. Ka dek të shmon. Sperando che sia vera. Kur kërkoj badante, lo thot kam dek e kam po live të fat. Po, ka vdek. Kërkoj badante. Kërkoj badante që ditë Me rullu kanë. me rullu. To roll. Ornello Vanoni. Qa për... Ho sbagliato tante notti sai che lo so già. Ka pasi klase. Po, shumë. Po aristokratu, bur, vide në Roma... Ku shkëm ne tek krevati të divani për të ullë, thot mu kjo e qi para kullët. Jo më bëna si ku se kuptova, kupto. Se thash, qa përgjishtë më japi, ose t'ja jap tull, ose t'ja jap do me lezet, a kupto. E i thash, që do me thënë, pa mor vesh kotun. është kështu tha që, e përsu që je kështu, je dinakt, je kështu, po si thash, që dhe ti shumë para kullë i forti, thash me auto. E ngehë që e ma ngeli kështu këto, s'foli më. Pastaj ku dola ke fjala, ja thash pra për dytën herë, që ose njove. Që më bëhe gjasë për gjia fjallën. Më ka ngellë tu mua. Se thotë të jetë. Shumë i pisët. Unë të t'ja kthej dhe në hindisht. Ti them, ti qeke Laura farë. Laura është Indisht. në hindisht. Ashtu, ha? Pse flet indisht? Jo. Ku kam pas punu në Katar, unë? Po, dhe. Kur kam pas punu në Katar, kam pas qëndruar me indian, pakistanez, me filipinez, me arab, edhe i kam mësu këto. Sa kohë ke punu në Katar? 3 moneta, ku ishte botëroj 2022. Po gja? Qa bëje gjithmonë filmime i gjëra? Jo, atje i kam, pas të filloj me filmime, isha me punë. Sa isha shkëput pak nga sportin atë momente, isha mërzit shumë këtu në Shqipëri. Se pa ta i periudhë që mërzita shumë farë. Se sport nuk e zu dëmtova, Doje me ndru me ajër, shpiz shërë, me shëshnim, po ashtu s'pojetë se mirë, me lek nuk isha në përtur, po më gjante vetja, se ke pasur është e moment kë më gjatë vetja shumë i patobishëm për veten, për shoqërinë, për familjen, do i refresh. Edhe unë e kam ku mërzitem shumë,
duhet ti ketë nisë diçka të re nga e para. Bravo. Se duhet provoj dhe vetën. Fermer, skuadrat e profesionistëve për t'jem dhe vajzat po ju presin. Po hidhemi në tavan nga gëzimi. Shumë faleminderit. Me zi, oj shaka ma në Do shkoj t'i makeroje. bëj flokët me onde sot. Shisha buburreci atje sipër. Çfarë është ajo mis? Mizë ma, mizë kali. Edhe i ka ndrova ambient. Unë e kam mërzit e shumë, du të provoj. Aja dalë dot, edhe i ka fillikat vetë. Pa njëri. Ja bëra qartë shtëpisë që do ikë, edhe ka që kisha Shkove kështu... Shko kështu me agjensi puna. Ma ishte si punë. Thash, du ta... Di si kam qenë i natë, ma e mërë si sot o liro. Se më ka ngellë shumë zemra e natë. Isha shumë i mërzit. Bia në gjumë 5, qosha në 12, e i përësysh, shumë e keqe. Shumë e keqe e periuda. Edhe si që po rria. Kur ishe këtu, po themi, jo ku... Këtu ku isha në Tiranë, akoma pa i ka tja. Edhe... Si që kështu nga gjumë ishte ora 12:30. E po hapa telefonin, si që hapa telefonin, po bëja scroll Instagram kështu. Edhe vje mami më ka thonë tekstualisht. Qa bëmë qumë, thamë. Arri burë kështu, tha, te në 12:30 të qumë, dhe në 12:30 të qumë, tha. Tile puno. A e shkandi, nuk ishte se për ma thoshte për të para ato momente. Po isha aq poshtë. Goditi. Po, se unë nuk e shpreh vetëm, më thënë jam i mërzit, jam keq, jam mirë, nuk e shpreh vetëm, unë gjithmonë jam mirë. Nuk e them as e shpis që jam shumë i mërzit. Nuk e bra, unë e mbajnë, nuk e shpreh. Një mërzitur për sfidën? Jam qasit. Janë karamele. Edhe ma tha në i moment që unë isha, jo litarën këtu, po litarë qese. Edhe ajo më duhet, si që pash mundësi punësimi ka ta, ka qenë 2022 dhe ishte botrore. Thash do i da provoj, du diçka ndryshe, një shtet ndryshe, shumë lërë nga Shqipëria, një kulturë komplet tjetër, gjuhë tjetër edhe, ta provoj. Si që isha i ka bërë aplikimin, për 2 javë. Bravo. Një u gjënë atje? Ditët e parë vështirë. Fati im ishte që menaxherin e kisha shqiptar. Okej. Ne kisha shqiptar, shumë njëri im e përshëndes fort e Slejidin. Edhe... Bov Shajer o lal, që e keni mu këtë shumë. Urdhë? Po i them ati Bov Shajer që ka një mu. E Slejidin, a i ishte, po, mi ishte edhe njëri shumë i mirë. U merresha vesh, po që shumë raste jam sistemu vetë, se unë kam diçka, ku njofi person të ri, nuk është se të jem gjithkohë që shikom ndihmë. Unë po të kërkova, unë nuk kërkoj ndihmë. Unë nuk kërkoj ndihmë. Domethënë sa do kesh ti jam, unë nuk kërkoj ndihmë. Qofse ti e shikon që unë kam nevojë për ndihmë dhe ma jep pa të thënë, unë prapë do të them jo, po nga do të shoh është këmbgulja pastaj me këmbgulën ta vlerësoj edhe më shumë edhe në të tjera gjëra. Edhe këtë atje muajin e parë kam pasur shumë të vështirë. Muajin e parë kisha shumë vështirë sepse isha komplet në një shoqëri të re, njerëz trinj. Kishte shqiptar? Jo. S'kisha, vetëm ai ishte shqiptar të puna. Që menaxhon të gjënë. Po, pa ishte menaxher lokal. Bravo, pas ka qenë me fat. Po, e moment, po. Që s'do të arrosh sa të vdesësh, aq e mirë është bë? Afro. Lik do tash se. Ai, nga darka. Do hash një tas frikasë të ta sjell. Pul frikasë me lëngë freskë sa u zi. U kry. Vita aja aty, apo do ma sjellësh... Bëj gati si zrot! Bëje gati, ky është më direkt se mu. Ta pres këtu, apo të vita marra atje? Ku dush ti, do këtu? Po të ma sjellësh këtu, nuk di që do të bëjmë prime unë ty sot. Po edhe ti do këtu? Në prime do të ngrej pa djeshk. Pa djeshk, s'ka gjë. Edhe, mune pare kishe qikë vështirë. Se, sa do që kisha marrë, disa të ardhura nga këtu prapë unë i quesha zero. I quj zero. Se bie i ka te me pushime. Fluturojnë. Po. I bie të argjoj edhe ato që mua nga këtu i bie të kisha ikë për pushime, ato nuk e doja. Doja sfit me vetën, të taj. Edhe ika, mune parë kishe qikë vështirë. Kishe qikë vështirë se s'doja të argjoja, haja njërë më ditë. Aty e kom njohë vetën unë tekstuali, aty e s'provova vetën. Me buk, pa buk, me roba, pa roba, me qeth, pa qeth. Si është ambientoshë në një ambient komplet ndryshe, si do më pristi njerëzit, si jo. Se sa do, a i mina gjeka punë në vetë, po prapë se pra mund të vetë një të gjëra. Mbede i knaqër aty. Kam ngeli knaq, jashtë zakonisht shumë, sepse më dojnë në gjërat, përveç sporti që e shiova atje, se pash Ronaldo, pash 2 herë Portugalin, pastaj edhe finale me Astisi që e pash atje. E pash
pa bilet. U futa tinzash. Edhe e kam shiju në maksimum. Me të mija të këqijat e veta kam shiju maksimum. Edhe këto gjuhët... Pastaj u ktheve në Tiranë, prap. Pastaj u ktheva, bëra operimin ke këmba dhe vazhdova prap sportin. Po me punë mirë, u kape? Po. Aqe, fillova me punë, fillova sportin, nga sporti, pastaj që e vazhdova e lash prap, nisi aty puna rastisht me i vënd, dhe vazhdoj puna. Ngjeca shumë rastisht. Po je freelance për këtë gjë apo jo? Urdhë? Je freelance për Po, freelance. Po në edhe për unë do ta kem parasysh. Rosh, Çfarë flet?